Thënie nga Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre ishte shkrimtar dhe filozof I mirënjohur francez dhe botëror. Fitoi çmimin Nobel për letërsi në vitin 1964. Citojmë disa prej thënieve të tij. Të duash, do të thotë të duash të jesh I dashur. Dashuria është një kurth karremi të cilit është liria. Nuk lindin frigacak apo heron, të tillë bëhemi. Puna më mirë nuk është ajo që të lodh më shumë, por ajo që të del më mirë. Përse të mprehim çdo ditë një thikë, nëse nuk e përdorim kurrë për të prerë. Unë nuk di të përfitoj nga rasti. Shkoj kuturu, bosh dhe I qetë, në një qiell të papërdorur. Njeriu nuk është shumë e gjërave që ka, por shumë e gjërave që ende nuk ka dhe që mund të ketë. E tmerrshme nuk është të vuash, as të vdesësh, por të vdesësh kot. Në dashuri 1 + 1 bëjnë 1. Nuk mund të bësh I shenjtë nëse punon 16 orë në ditë. Kur Zoti heshtë, mund ta bësh të thotë ç'të duash. Bagazhi më I rënd është një çantë bosh. Zoti është qetësia, është mungesa, është vetmia e njerëzve. Ndoshta ka kohë më të bukura, por sidoqoftë, kjo është koha jonë. Nuk gjykohet gjëja që dashurohet. Gjëja kryesore në jetë është të zgjedhësh. Nëse të heqin këtë, është të heqin lirinë. Nuk dim se çfarë duam, e megjithatë jemi përgjegjës për çfarë jemi. Secili njeri duhet të shpikë rrugën e tij. Njeriu duhet shpikur ditë për ditë.